siguria në shkolla ndryshon rrënjësisht. Shembulli i miqve nga Emiratet, të cilët shumë bujarisht na e vun dispozicion këtë teknologji që është një teknologji e natyrës strategjike. Është një shembull kuptim plot. Qysh se ky sistem ka hyrë në shkolla, jo vetëm që kanë rënë në mënyrë drastike krimet e çfarëdo natyre, por mendoni pak, kanë rënë në mënyrë drastike mungesat në shkollë. Po jo vetëm kanë rënë në mënyrë drastike mungesat në shkollë, po kanë rënë në mënyrë drastike kopjet në shkollë. Po jo vetëm kanë rënë në mënyrë drastike kopjet në shkollë, por kanë rënë në mënyrë drastike shfaqodrash. Sepse i gjithë sistemi është një sistem që funksionon për mësuesin, funksionon për prindin, funksionon dhe për shkollën dhe padyshim për Ministrinë e Arsimit. Dhe në momentin kur policia e shtetit ka nevojë të bëj një verifikim të çfarëdo natyre, e ka të gjithë të regjistruar. Ashtu si kundër në sekondën kur një person i dyshuar i afrohet derës shkollës, apo kur persona të padëshiruar vinë vërdall shkollës për të tregtuar lëndë narkotike, punojësit e policisë e shohin këtë në kohë reale.